Sot, alo, përshëndetje, mirë dita, mirë se na erdhe Flora. Përshëndetje, mirë se e gjeta Lule. Po si je Flora, si po kalon këtë diele? Mirë, mirë, o me musafir. Ani musafir t'jam bereqet. Ja, po, vërete, çdo ditë Lula. Allah, çdo ditë bëhet ka gjatë i për ka jelë. A, beso diçka veç sa i për cilla, du musafiri pota për drek, edhe pe ja bëj burë tash e i ka tash me pushu pak. Pi që ku marrë djalin, tash të pushej, tash edhe trunin pak, edhe trupin. Edhe psikisht edhe fizikisht. Për zutën është e vërtet se njëri kur ka musafere, sidomos kur janë edhe për drek apo për darkë, normal që ka punë pak ma shumë, po shqyqyr që ju në ardhë për qef, shqyqyr që jeni mirë, ka kush i pret, ka Po, kush që vjen, është aja më është më rëndësi. Po që ka të re Po, në a të diçka po kësu. më thojnë. Una, Heq sen, Lule, po më thënë po na pret mirë, për një me dhe burri është, dhe më thënë, pret musafir të mirë, edhe unë çdo herë kom prit musafir mirë, edhe kur jam konde më thënë po martu, edhe tash, edhe për të arsye po vina. jo për Lule zutën, kur gjë, vëlla, preja, sen, të mos shto. mi prit mirë, Flora, musafiri vjen një herë, në dytën herë, ma nuk të vjen. Po, kur Ja, me të vërtet vërtet. nuk do të thët me hangër edhe me pisët, askon, se Jo, gjithë ka vëlla, sa sa për të me hangër me kuptosh. pi, po një fjallë e mirë, një muhabet, kështu që me kalu njëri kuhen, se me të vërtet është hik shumë, edhe shumë pak sa të ka musafir që të vinë të vizitojnë apo dhe shka njëri, shumë pak, të rallë të djanë. Vëlla, Unë, Lule, me thonë drejtën me familjen të me kam afër, familjen e burrit e kam më larg, se familja e burrit është në komunë Prizreni. Na jetojmë Malishev, e familjarët e mi kam 6-7 kilometra, ma shumë si kam larg prej këtoj. Edhe ma shumë më bjen me oen me familjarët me, se sa me familjarët burrit. Edhe unë kam qef shumë me shku atje, të familjarët e burrit, se për me janë shumë të mirë. të koptaj, Po, masi po është më fund burri, pak normal. probleme edhe që i kanë shkollë. Ti shto, që ka me ba? Që ka trejna Gjermania, që shekin i kohena. Sen heq në Gjermani, si gjithë punë shpi, një ku shumë e vrant, e zëmt, me shika pak, terë për zotën thusë me të njeri gjallë. S'po shkon as dita, Për juve. sidomos në fund të javës, sidomos fund të javës nuk po i ceq. Po e një mësu çdo herë obligime, çdo ditë obligime, jo e keni përgjithësisht na non-stop kryten ngarku, non-stop me termine, së di. Është e vërtetë se këto gjatë javës me të vërtetë është kuha programune, punë, shpejt, termine, e fundi javës si the edhe ti, nëse nuk të vjet dikush janë nuk i shkot dikuj, bilit pakten 2-3 orë mi kalu, është fundi javës është, unë po fuli për veti personalisht është i mërzitshëm. I mërzitshëm. Vallai, a me të kalzu diçka drejt, ka një herë gjurës për dia është të shtuna, dilla, hona, morti. Kur po vjen vikendi, veç për di se s'po shka të hona në shkollë, atë për di që është shtuna, dilla. Kur Është gjë tjetër. po, është e vërtetë se ti spori e cike që i ki edhe familjarët ato afer, edhe ndrysh është njëri në vendlindje, ndrysh është njëri kur i ka familjarët afer, sidomos në Normal. gërbet kur nuk e ki kërkan afer, nuk e si qkoha. As problem. Nuk e si Ja. qkoha. Do të me shtim me Gjithmonë. zarë dhe më boj furt njëri se absolut nuk e si. Ja, e vërtet. Ama që ka ata gurbexhi që janë për me jashtë, unë e kam motrën në Itali, motrën e vogël. Lula janë një që kur unë kam mësafir. O, Edhe shpesh e fisë motrën e madhe, ja bojna, mos e ke posa e musafir, që u biçkalt me këta musafir e marot. ku ka ma mirë se musafirun e di vete, me të vërtet na kena pas shumë, edhe kam, po ju si për para, ju në rallu dhe shumë bili ju në rallu, po apet shqyqyr që kemi, kush na vjen, shqyqyr që kemi Ja, ku me po, shku se se... për një me prej pandemis pa të ndryshu njerëzit, edhe ka ndryshu në fakt, nuk enen që janë ma për para. është e vërtet, Lëvish dashnia është respekti ma ndryshe. Po, Flora, kur një nana, po më prasysh për nana po foli, pikërisht unë jam vetë femër, kur kanë qenë fëmija, apo djemtë e mi,
ma të vegjel edhe kom pas shumë obligime ma të mëdhaja, qysh e Normal. cike edhe ti, për zotin ka herë harrejsha është e dila, është unë, hone. Kur ju ndëri tash edhe ma nuk kam kur far obligimi, shqyqyr që janë mirë, janë në për puna, janë në që të punë të shpiz, buken të ishat që të u pu, a mo kështu diçka ma shumë obligime ju, me të vërtet që atëherë njëri pak ma shumë menan, pak ma shumë i kujton disa gjana, pak ma shumë kujton të ardhmen, po edhe kujtot kalunën edhe kështu që normal që nga njëherë vinë edhe ato emocionet që shpesh herë njëri thet, wow, pse kështu, po, qa me bon, kështu është jeta. Po, kur më të anë e bën 9 vjetë, i bën 9 vjetë të anë dhe më veke mami, hajtë, thashtë që kemë se orë qika, kur lindi troj, do më thonë mas, kur i bën 11 vjetë të anë, lindi troj. Që atër ka qenë periuda ma e vështirë për mu lullë, se sham situana e rëqme dhe se kisha problem. Normal. Ama dhe kë, gati veç 2 vjetë, po mirë. Inshallah i kime jetë gjatë, inshallah janë shëndash ata edhe juve ju runë zoti familjarisht se nuk ka ma bukur se kur një familje është e shnush me thmi, me burë, me gjithë, kështu që unë veç ju uroj gjithë mirat e botës, inshallah jetë gjatë të lumë të rkeni të gjithë se bashku. Inshallah, amen, faleminderit. Ani lullë se nërsa ka dhe gjusë tjerë telefonos, dhe vë thotë qërë që telefonojnë, e mos marrë kohë. Faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Frita pram Rahimi ma që mërë ajtem të kuzhinës, po se mori në atë krejt, ju prishen kablat. Kam pas shumë probleme me internet dhe me teknik, shto që nuk kam ujtë, po qa me bo, ka njëherë të ndodhen këtu, kur me teknika nuk është e lejtë, po qa me bo. Herave tjera. Nuk nashtë një për të madhe që po bëjë hajgare shumë shpesh me juve, po jemi për në bëjë hajgare, e kështu që i kërkojnë djesë, nashtë në e atë praj. Jo, absolut. E mos marrë kohë, falimderit shumë, respekte me dhe gjofshim. Flora, falimderit shumë, një pasditit bukur, gjithë mirat edhe për ju familjarisht. Kale bukur në vazhdim, e të gjojmë herave tjera. Hajde, tong, gjithashtë, ciao. Se dashur të gjuhë se kishëm edhe Flora Elshanin Pikrishtin nga Kosova, ku e përshëndesë dhe e falenderoj që është si çdo herë dëgju se ju në mrekullueshëm, unë kam disa telefonata të humbura, do përpiqem të marr telefonusit. E përshëndesim edhe Abdullahun, po ashtu shoqërrotën, Shehrie Huti, e të gjithë jeni të përshëndetur emër për emër. Nga unë moderatorja juaj Lule Shabani këtu nga studio qendrore në Gjermani, unë do përpiqem të marr telefonusit. Nëse ju atëherë unë dhe shkoj me muzikë që isha edhe duke shkuar. E kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë dita mirë se na erdhe Vilsan. Ndete Lule për ju dhe gjusë të respektu me gjumit tuaj. Jere të re një ditë bukur gjithë. Faleminderit shumë Vilsan. Vilsan, si kaluve sot këtë ditë pushime, apo të pushim, apo nuve dhe sot? Ja, sot Lule s'kom punu. Kom punu prom dhe në ora 4 mëngjesit. Wow! Sot veç isha dhe të një pekerar shqiptarë mora dhe gjona, dhe bëreke dhe për vajzë, për nusën, edhe dhe bokë, dhe të thëtë, kur gjë ma shkurt, do të një mu pak grusë në për shpi. Ju bëmshin mirë, ato shpresaj që edhe ke pushu pak se me të vërtet, por nash pej mëngjesit dje deri në 4 tjetrit mëngjes, nuk është e lejtë, por inshallah zotit t'i mane ta jap shnetën, se për zotin pa punë nuk ban, po edhe shumë zërë balë, po qa me bo, kështu është jeta, ka njëherë njëri dohet edhe të punoj ashtu, kam punu dhe vetë. Ko gja bukur, po shqyqyr tash pak ma pak punoj. Qa me bo? Qa o, duhet më punu, pa punë së banë. E vërtet. Po qa kemi të rejnat më nhen atje? Ftaft është, filloj më ra pak shije si borë, si sklos, po dhja shka me thonë. Po të thonë drejtën, nuk ftaft është. Di shka të thonë, nuk kom dalë shumë për jashtë. Më jetë s'kom dalë heqë që për i në garaj, në kërë, do më thonë në pekeraj, në kërë, apet tu, s'kom dalë jashtë.
Veç herë që kom gjujtë bërlogën, pa e s'ke kur gjënim 3-4 metra larkë, s'ke diçka. S'di shka të thëmë, nuk e di fa kohë pa lidhje është, po dimën është kohën e ka. Për zotën, qashtu është edhe të na. Nëse këto nuk është largë, me kilometra edhe aq, po për ndryshim të kohës, po, se shpesh herë të jo është me dilë të na pjeshi, po është një ditë që që Pikru ka pak, po shijet shtu të pikru është, po jo diçka jashtëzakonshme, po s'ke çka bëjmë. Ashtu kështu se kam probleme, po nuk punoj mrana, shpesh sum rok, frima sum rok. Nuk e kam diçka sa për mu, dash bjershi, dash borë, dash dërëzot dili njëjtë është. E vërtet kuptoj. E sa nuk kam marrë temë asgjë, çfarë të duash, mund të na thuash. Për besë, shka do të thëmë ndëgjova para folësin që e përshëndes, foli diçka për musafir, më do pak shumë, po të një shputi telefonike, po lule, këta puna musafirve është nësi më të ardhë, musafirët më të vërtet është nësi, po ka herë më bo më ta një musafir që ta prish, besa mund më ta prish edhe javën, a opton se jënë do musafir që nuk ja din edhe ranin edhe të shkumës, se s'dit më qu rrim 5 orë, 6 orë ta gërdit edhe të ardhën që të ardhë. A mos se banë e men që ti ki më shku në puna, ki obligime tua private, po do të një ngu kulufet e tina 5 orë, e me nejtë barë për balë, me shkuj me televizore, me hek edhe telefonin prej dore, e me akëshu gojnë 4 fletë, edhe ja mërmenje që t'ja qëllu gjithë konë, po kërkon se ka mirë hec, po që i dhe kësi musafir shlule, Ka valoj, ka Vilsan që pasha 20 ka herë sytë dhaumen mi pa musafirin që të vjen, po s'ki qaj ban, do t'mja pa respektin, edhe mi thonë zatësh kur po quhet me ecë. Unë vikende më shumë t'i kom përplasje me nusën teme puna musafirve. Unë lule për në 7 ditë njoftë. Që sonë të më punë 12, unë i baj 2 puna, 12 nëzët më punu dhe 6 me njësa të herë punën tjetër që përnoj si shofer, do të thëtë 2 puna që mbi 30 vite po thuaj kur pa ndërprej. Edhe më thrasin ku jenë punë, besë jem i në shpej ratë, i shtrimin të kështu televizorë, që nalë televizorin mësë meni. Gruja po pse pjethun, mërës do që jem lo, do më du qëtësin teme. Po s'po një vje kërkosh, o hisë sanë që të në vipë, që mësë ma letonaj punën që për vje për rinë tona, a petu të migra dhe tonë autobusit. S'ma letonaj mu punën. Veç ma vështërson, më thonë drejtën, edhe për ma prish trunin, për më lenë pa flajt, tani një javë ditë, ku me në zonë më që të orë që lodhna, u pëtën. E jenë do musafir më të vërtet se s'ki qare, pa e thonë mirë si bje zoti, po do dove, ka i herë kur jashën në telefon, nësë nuk ja qiri telefonin herë që lonë, e thrasë mos një javë. A të kalzaj të vërtetën, për zutën, për tuna vërtetën, që shpesh, po të kuptoj, po shpesh herë, djemë të mi, thujnë që shto kur thetë dikush po vina në fund javës, se t'janë të nejtë, thamë, thirri dikush është shkrujti janë të ardhë. Po qka po dojnë na që të fund javë se kena mu knaq me pushu, me nejtë rahat, qka po dojnë me ardhë? Po më rësuni thumë, mësa, dojnë mi thonë, dojnë na qëtësia dhe kur që kërkuj, edhe na dojnë me dalë dikun ose dikun, dojnë me nejtë shkurt, se seriozisht, sidomos djalli i madh punon shumë, edhe kë shpesh herë deri që prom, a besoj shtunde, edhe 29 orë në mbrëmje në shtëpi, kur u shku në 6 ora u dalë për shtëpie. E me të vërtetë e donë rahatin, qetësinë, të paktën një dilje me pas. Po na shqiptarët ja di që na kim qef më knaq veç për vete dhe kur asnjëherë nuk kena kqyr për dikant tjetër, por kena kqyr veç për vete. Veç për vete. Ana bjeneve mirë po, s'ka gojla. Për të këtë javën po të musafir për Amerikët, të regova atë ditë. Po, atë ditë që Besë në Zotën në leqe, flan njeri se unë kom banesën e madhe, kom 4 dhomë, kisha thënë hapsin mjaftueshme, a disish problemi fjetës, po ishtë problemi zhurme, se falëshin pa kontrol, rrishin qutë gjatë, më pengoj këtë dikur kur njeva që s'kuzesh edhe me vetë sa keni më najtë, më thonë drejtën, se është torë me vetë sa ki më najtë. Vërtet. Grusë e gru, thash, sa kanë më najtë të motra tua. Atë pramëtën, thash që të shtunën, zgjeda restorantin ku të dush minen më të mirë, e ki drejt prej meje. A pse, thash, me që po ecë, na? A po pse po fletë, thash kështu, thash, jem lodhë, po qëta javë, qëta mu i herë një po m'jenë, da i të më thonë, se që ka mu imi përbalu, jem lodhë psikisht, jem lodhë fizikisht, Vërtet. Po dhe problem, shko meri në aeroport.
Edhe nuk ja këshyrin kur të vinë lule, veç të lemron sot një javimtar, ama nuk ja din a ki ti mundësi me dalë me mora, s'ki mundësi me mora, a ki mundësi me qua, s'ki mundësi me qua. Besë që kjo mas shumë ti më ban stres, ama ati qëfa stresi më. Edhe ju thomë, dëgjoni, paguje taksin, mësë më të rejgjvis që adhe të shpia dhe ki motër me kjo, mësë më ka zëhesitar, se po më ban stres që kjo shkumja mi marrë mi qua. Optën se o do të marrë të lirë, edhe na nuk i kem ka 100 ditë përshim këtu. Kjo po më ban stres për musafir që po vinë prej Kosovë, po vinë prej shtetet huja. Tani jo në zena më na shetit, po ku më të shumë më shetit, po në s'kom për ko, unë i ka 5 vjetë si marrin plac një kem konë. S'kom ko, me gjësë së më dëvana për shtypi dhe më shku, po s'nisa optën. Ka qefta më dalë, unë s'kom ko. U ardhë vjetë konata jeme, hallat jem vetëmi, u ardhë, po unë ju po në Austri, po me të vërtejtë u ardhë, se këta janë kalabala, këto krejtë Vllaznia janë 6 vllazni këto, edhe të tana ka najtë, të tana kur ish kanë shku, kish paston shpe. Unë si më këtu më në Austri, kemi deken 2 javë për vitri pa të najtë atje, të unë së kanë, po kish paston, po si shmirë mërë gjatë që po bojnë Gjermani, po atje s'po dilshin kur kërkon, veç punë shpe. Dhe mësovi se në Kosovë, si që unë, me në gjisin, kafe ndalin e pinë në restoran. Do kanë punë, sidomos gratë atje s'kanë punë kur gjatë, aty që nuk punojnë dikon në punë që janë, që thujnë në Angeshtel, që punon dikon për një firmë ose në shtetë o diçka. Aty që kanë me fshisët s'ka kërkosh 10 minuta e fshin një banesë ose një shtëpi, ka veç me dalë me pi kafe, mu shetit, me dalë me këqyr tesha, me blesane, pasha 20 këtu s'pe kush kafe, s'kum pi pej kur im ka në Kosovë, se kum pi një kafe në qytet. Ma du me orë në shpiteme, me pi. Ma sa zgati shumë se ka dëshira dikush më kish lule, mu mas shumë të po më pengon të atë që po vinë për sjartme, prej Kosovë, këtë në regull, mirë se vinë. Familjarët e mi, të mush, për shembull vllave këta, nuk e kom problem djem të agjallarve, se i kom familjes, nuk lodha për to, se e kom jem rrit me to dhe nuk e kom atë probleme, uftan, a im kuptan. Normal. Kom problemin kur vinë për sjartme, edhe që thot, apo na qënë Zvicër, kur më çu, valla nëse isha shku me po dikan, e ku në Zvicra, pas është lek 5 orë më vozit. Por nuk o 5, unë 5 do të më shku, edhe 5 do të më najtë atje, e 5 do të më këthuj 5 motor. Unë vedhëm, sa rëqën ty atje, unë 5 motor shkoj e shoh shpinë ta me Kosovja qeli 2 në aerosi dhomat edhe më sheli via 5. E shoh vlavën, e shoh familjar. A i të kuptu, pa lullë logike, që në Zvicër, që në Stuttgart, ta mërmenja ty që e ki, po në lansudën më arë të lashe mona si të kom 6 kilometra. Së të të më të lirë, se së në arë kunës më hi kur duën, se që mëne e pronari i firmës që mëjën kur du me në shu dhe më shku ka duë, optën. Normal. To është ajo që mu mas shumë të më banë pak shqetësim, edhe që shqetësimi tjetër është, ku përshkojmë sonë të më hongër darkë. Po mirë më hongër darkë, por në qenë një herë nuk me më që ty që dë mbromje, se i qene 50 e mu, 200 e, 300, beso për këtë share për të thëmë vishë kërë kom pagu 600 e darkën, ka dhimë të kujtë lulli. Është vërtet, është vërtet. Po pëtën se nuk të me hongër me 10 e, 20 e, po 10 vetë që qkojnë ti dush me lëgërit me njëherë 500 që në të. Bravo, e vërtet është, në 50 evra nuk i. Po s'kide, jo. Këtu nëjse, këtu e në gjona që saj për këtë shëqërsi kem ku shkoj me kanë ku marë si të që tjetë, është mirë, duhet me respektu, se dhe na ku përshkojmë atje, për na respektojnë, për na nerojnë, më të thonë drejten, ka të shkojmë, marë dhinë, për na duhet me pagu dhe këne dhe anej, njërë puna, na e na bon dhe këto, për të thëmë së kur Gomari i shkreti ka vujt, pri pronarit, ku ka shku në mal, i narku në plët me sopatë, me motor, e me uj, bjesht për pjetë, kur e kanë quati, kur e ka prej drut, le që e ka narku drut, për e ka narku dhe që tosh e kanë gjitë për pjetë, dhe më thonë, na e na bon së kur Gomari, baj për pjetë, baj të poshtë, tomë jeta në shkoj veç në narku, po si dhe që tjetë shqyqë se kem për kanë. Para se të shkoj Vilsen, të lexoj veç një koment që ka shkru Sami Hasani, ka thonë, o Vilsen, familjarët nuk janë musafir. Për zoten... Ja këto i përgjigjën Sami Hasanit. Sami Hasan, e përshëndes mikun, nëse nuk janë familjarët musafir, familjar nuk po di për kanë, për do më thonë ai familjar, sot e ki veç fëmin tanë, edhe djali nëse ty nuk banon një qytet tjetër, e djen është musafir. Vallaj, veç nona baba nuk janë musafir. Veç nona baba nuk janë musafir, se kush do që të vjen tjetër e ki musafir. Edhe re në ki musafir Sami Hasan.
pajtuna plotësisht, ashtu të kesh edhe unë të thonë. Na më marru që vetit, po realiteti është që ky si është, për besën se rejnë e ki nalt, një 2-3 katë ku banon, me djallë, ki më shku si musafir se s'ti nëgjiti sa herë dush më nalt. Sa e për më dash në najt, a e rrini banes me ty. Atë moment që del banes të vetë, ti dush me logajtë se musafirët me thirë në telefon, djallë, babi, jem të dash më ardha ki ko. E nëse është që shtu, sa me asal, kundështom, që e përshëndes shumë poetin e mikun e adhëtarin, është nësi me pas me ka burë, jurojnë i vikendbar në gjithë, se zgata tjepër, jo, s'ka gjanë, falimderit shumë Vilsan, të rojnë një pasitjet mirë edhe gjohëm. Gjithat mirat, gjithat mirat. Ciao, ciao. E kishëm pra dhe Vilsunin, ku e falenderaj, e para se të shkaj, du m'ja ledzu Alfred Nikes një koment, shumë pa lidhje këtë telefonata shumë të gjata me respekt. Alfred, nëse ke telefonu e nuk të kom marë, ki drejt me thani. Ji dhe gjus që nuk është mdu këtë është hera 2 që përshë këto, edhe ti nuk ki drejt, as me thonë është pa lidhje, as me lidhje. Nëse një dhe gjus telefonan rregullisht të ka Radio Zëri Lirë dhe e merë kohë 10 minuta, për mendimin tem, ty nëse nuk të pëlqen, mosh mi mshel vesht, mos me ngu, e mos me thonë pa lidhje, kur derisa nuk e telefonu asnjëherë. Edhe nuk mund të na detyrosh ti, as të zvoglojmë, as të zgatëm telefonatat. Pikrisht unë jam pronore edhe moderatore, edhe unë vaj çka du e jo çka dush ti. Kështu që nëse të rrihet nëse nuk të rrihet, mos rre. Shka ka ku të rrihet, edhe ku ki ma shkur telefonata, mund me shku mi dëgju, se ndoshta edhe keni qef, ju jeni mësu ku shohën e fyhet e tek Radio Zëri Lirë, është një radio familjare ku asnjëherë nuk I nolet telefonata as kuj, se nuk ka nevojë, se janë njerëz me kulturë, edukat, ka të gjitha kategorive, duke fillu prej intelektualve e të push, duke orë të maj thjeshti, po të na janë të gjithë të barabartë. Të gjithë të barabartë. Ne nuk bojmë dallime të asnjë dëgjues të Radio Zëri Lirë. Jo, Vilsan nuk ka drejt, se 10 minuta nuk janë absolut shumë. Nuk janë 10 minuta shumë, se ti nuk mund e shpreh atë çka dëshironi me thonë për 2 minuta ose 3 minuta. Është temë e lirë, mund të telefonani edhe të japni mendimin e juj deri në 15 minuta çdo herë, pa pik problemi, por nga një herë ndoshta edhe ma shumë varet pej telefonata, unë e shoh vetë. Nëse kam telefonata pa ndërprej, unë I bi pak ma shkurt edhe I tham, kam telefonata, bini pak ma shkurt. Po derisa unë jap mundësin, mu nuk mund mu përzi kërkosh. Absolut, se të kësha pasur ata menaxher temin, apo financues temin, apo donator timin, atëherë po orë pej parashute, edhe më thallëzu mu, a është mirë, as është mirë, ecë mërë shka në rëtësambës më stisha si këto. Shkaj derisa se telefonatat I kisha, por nuk po lajmërohen, me siguri janë të zanë, kështu që unë shkaj me këngën apo potpurin që ishte duke shku dhe